Artim Pollozhani ishte trajneri që ngjiti skuadrën në Super League dhe ju gëzua triumfit, por ai ishte njëkohësisht edhe drejtori i klubit në nisje të sezonit, duke punuar edhe për merkaton dhe duke afruar futbollistët. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Pollozhani thotë se 5 vite ishin shumë që flamurtari i mungoi Superligës, ndërsa ndeshjen e cilëson mjaft emocionuese. Sigurisht që 5 vite janë shumë, por që u mendoj që në këtë moment harrohen gjitha dhe u mendoj që flamurtari kthehet aty ku e ka veni. Mjaft me emocion, patjetër, sepse ne na duhej fitoria, kundërshtari kishte arrit objektivin, kështu që kemi qenë gjatë gjithë kohës në tension, por që fundi ishte jashtëzakonisht i lumtur dhe flamurtari kthehet aty ku e ka veni. Edhe për drejtorin e klubit Alfred Ferko, kjo është një ditë e shënuar për të gjithë, për ekipin dhe për Vlorën, ndërsa ka falenderuar presidentin e klubit Sinan Idrizi për gjithçka ka bërë për ta rikthyer skuadrën aty ku e meriton. Po një ditë e shënuar për ekipet është natyrisht shumë të lumtur dhe i falenderoj të gjithë. Natyrisht pjesa kryesore i takon sportistave. Mbështetjen e madhe kam thënë nga zoti Sinan Idrizi që ka bërë gjithçka për të rikthyer këtë ekip aty ku e meriton. Është një moment shumë i gëzuar dhe më kujton diçka vite të tëra. Ka qenë një kthim triumfues në qytet dhe më vjen mirë që gjithë qyteti ka mbështetur këtë ekip dhe do të vazhdoj ta mbështesë akoma më tepër në momentin që ne do të krijojmë një ekip shumë të fortë për Superligë dhe do të krijuar një flamurtar shumë konkurrues. Edhe lojtarët e flamurtarit, por edhe përfaqësues të stafit teknik janë shprehur mjaft emocionuar me arritjen e objektivit kryesor, që ishte ngjitja e flamurtarit në kategorinë superiore. Shumë i lumtur se përveç se i detyroheshim gjithë ky qyteti, presidencës, gjithë këtyre çunave, e kisha edhe një detyrim moral për fytyrën time që t'isha pjesë e ngjitjes së flamurtarit Superligë. Si ndihesh sot? Ndihem shumë i kënaqur, shumë i lumtur. Superliga si mungon flamurtarit? Po shumë mirë, mas një kampionati gjatë, normal arritje objektivit edhe normal që jena gëzuar dhe do festojmë sot. Faktikisht mas shumë viteve që kishte mungu Superligës, normalisht është një gjë e mirë për sportin, një gjë e mirë edhe për vlonjat, një gjë e mirë edhe për ne. Jam shumë i lumtur. Kemi punuar shumë gjithë sezonin për këtë qëllim, të gjithë ekipin e Superligës aty meriton. Ky ekip meriton të jetë në Superligë. Shumë i lumtur, kemi arritur një objektiv që ka qenë realisht shumë i vështirë, por gjithë kjo mund dhe sakrificë na është shpërblyur sot dhe ja kemi arritur që të çojmë këtë ekip me kaq shumë vlerë, me kaq shumë traditë aty ku i takon. Përveç se ti falenderoj pafund për gjithë mbështetjen që na ka dhënë gjatë sezonit, asnjë gjë tjetër kanë qenë të mrekullueshëm dhe e kemi ndier shumë mbështetjen dhe suportin e tyre. Erdha për këtë qëllim edhe ja arritëm, është emocioni, një ndër emocionet më të bukura. Është një ndër emocionet më të bukura si e thash edhe për golin që prave besën atëre. Janë emocionet më të bukur kur fiton me ekipin e qytetit tënd. Patjetër që ndjehemi shumë të lumtur, pasi ishte një vit shumë i gjatë, i mbushur me shumë punë, shumë sakrificë, edhe jemi shumë gëzuar që u arrit objektivi madhor për cilën u mlodhëm. Kjo për ne sot do thotë gjithçka, pasi na u shpërblye një punë gjatë një viti shumë të lodhshëm, edhe kjo ishte arritja jonë. Po mbas disa sezonesh në kategorinë e parë, rikthehemi aty ku i takon flamurtarit. Falenderoj këta djemë të mrekullueshëm me këtë vit dhe falenderoj presidencën dhe stafin që ishte me ne dhe stafin e tanishëm. Falenderoj, siç e thash më parë, me gjithë djemtë të ekipit dhe tifozat e flamurtarit, të cilët na kanë përkrahur. Ja dedikoj patjetër gjithë qytetit se ka merituar nga 5 vite, ka qenë sakrificë e madhe për gjithë, por që ja vleti në fund. Shqyrë tash flamurtari mos ta shohim më vetë ligë, çohi vetëm Superligën edhe vetëm në Europë. Normalisht ndjem shumë i lumtur për faktin
që flamurtari unë gjitë në Super League mbas ka shumë vitesh, sepse ky qytet e meriton këtë gjë, sepse do shumë sportin dhe flamurtari arriti të jetë në Super League me ekipet më të mira. I përgëzoj gjithë çunat e ekipit, gjithë tifozerin, presidentin Idrizi që ka bërë një sakrificë shumë të madhe dhe shpresoj dhe inshallah t'ja dalin dhe në Super League, pse jo. Kur në fushti luan futbol!